Mirdita, Spari, i Salla 120 vjet. Ky është urimi tradicional. Një jetë plot shtet, suksese me më të mirat me njerëzit tuaj. Kryegritja paqësore 20 shkurtit paraqiti para çdo shqiptarve, para çdo shqiptari, dyshën Rama Balluku më të nxirr se kur ndonjëherë. Por kjo nuk ndodhi vetëm para shqiptarve. I rrufeshëm ka qenë pasqyrimi i kësaj kryengritje në mediat më të mëdha të botës. Nga Zelanda e Re, në Alaskë, nga poli veriut në polin e jugut, në të katër anë të globit, pas ajetullave të Teheranit, figurat më të nxirra në mediat botërore kanë qenë Edi Rama dhe Lubi Balluku. Kjo është e vërteta. Ka patur një mirëkuptim të plot dhe total. Nga mbar shqiptar dhe mbar njerëzimi. Për kryengritjen paqësore të partisë të opozitës shqiptare me 20 shkurt. Ka një vendosmëri të papërmbajtur për t'i shkuar gjë në fund këtij misioni me rëndësi të jashtëzakonshme për fatin e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Largimin e këtij binomi famëzi nga qeverisja. Ju jeni dëshmitar se si Edi Rama ka bërë ditë të tëra negociata, sekrete të fshehta, për lëkurën e tij dhe të bashkëshortës tij. Në shkëmbim të Lubisë. Po në qoftë se një marrëveshje e tillë arrihet, ky do ishte kapitullimi përfillimtar i drejtësisë. Kjo do ishte marrëveshja e asgjësimit përfundimtar të institucionit akuzës. Unë jam i vetëdijshëm se Lubi Balluku ka shkel ligjin dhe ka vjedh. Shqip. Por gjithçka ka bërë. E ka bërë me urdhër të Edi Ramës dhe si aksionere me Edi Ramën. Si aksionere në minorancë me Edi Ramën. Të kujtohet tash minorene. Ja. Shko me atë e Pshtenit, i vazhdimisht, aty këtë drejt. Se absolutisht ajo e Gysagasit është një lloj e Pshteni shqiptar. Pra, gjithçka është bërë për lëkurën e tij, për familjen e tij. Sot, në parlament zhvillohet seanca e shtyr 3 muaj. Në shtytje me cilën Lubis ju dha mundësia të shkatroj mira dokumenta
të intimidoj, të kërcënoj me 10 dëshmitar. Ajo aty nuk është. Komshia thot, prej 4 ditësh nuk e kam pa të hyjë në shtëpinë e saj. Tjetër nuk mund të them. Një gjë i them, edhe prapa diellit po të shkosh, do të të gjejmë dhe do të sjellim në Shqipëri. Prandaj mos tento të largohesh nga Shqipëria. Asaj dhe çdo njeriu tjetër. Ndërkohë e dini, e shtuna është dita e kryengritjes paqësore, qytetarët me zjepresin për të shprehë zemrimin, revoltën e tyre, urrejtën e tyre ndaj hajdutëve dhe do t'jetë një revolt, një kryengritje, do të thosha nga më të fuqishme ose më fuqishmja që ka njohur vendi. Nuk do jetë e llojit të atyre që keni pa. Tani kryengritja kalon në fazën e diversifikimit të aksioneve dhe veprimtarisë saj. Për të gjitha do informohej në përputhje me vendimet që do merren. Por e shtuna është dita e triumfit të opozitës, e triumfit shqiptarëve mbi hajdutët. Faleminderit. Zoti Berisha, ju thatë që do të diversifikohet protesta e shtunës. Sali Berisha, ka ndonjë ide se si duhet të duket në kjo protestë që do t'i shtroni në mbledhjet e forumeve të Partisë Demokratike? Unë ide kam sigurisht, por para vendimeve të nevojshme për t'i quajtur ato platform, unë nuk kam se t'i bëj publike idet. Duhet vendosen bashkërisht me bashkëpunëtorët e mi. Zoti Berisha, prej disa ditësh, juglindja e vendit është e izoluar, rrugë të cilat janë duke pasur problematika të ndryshme. Në informacionit tuaja, çfarë duke ndodhur? Ajo që po ndodh me të gjithë juglindjen e vendit është dëshmia më flagrante se si korrupsioni mund të godasë po thuaj 1/3 apo 1/4 e shqiptarëve. Prej 3 ditësh, e gjithë juglindja e vendit është e dënuar nga një shembje e krijuar absolutisht nga dora kriminale e njeriu të korruptuar. E pabesueshme. Është një shembje e rrugës dhe urës që s'mund të ndodhte kurrë në qoftë se nuk do t'i gryenin lumin dhe mbështetjen e saj në skarpatin në lum. Me pa asnjë model
është nërhy në lumë dhe është shembu ura, hekurudha dhe rruga. Shembje që s'kan as një lidhje, as me motin, as me mbi pesha, po janë krejtësisht nga dora e njeriut. Dhe, si që keni pa, nuk ka mbetur segment rrugë të ndërtuar nga dyshja Rama Balluku që të mos jetë shembur. Shembet, rruga, Kuç, Fterë, Lumit Vlorës, shembet rruga në një fshat tjetër në Korçë, shemben rrugët në të katër anë të vendit, sikur t'ishin ndërtuara me kasht dhe jo me strukturat e dura të ndërtimit. Të gjitha janë veprat korrupsionit. Ajo që është më dramatike, se vetë shembja, është heshtja kriminale e organeve të prokurisë. Asnjë të arrestuar, asnjë të marrë në ndjekje. Të gjitha rrugë pa përjashtim, të shembura. Shembet unaza e Burrelit, shembet rruga e Arbrit, shembje dhe kudo vetëm shembje. Dhe sigur ato i kanë ndërtuar alienët, dhe jo kompani të kontraktuara nga qeveria me parat e takspaguesve. Nuk veprohet sepse parat janë ndarë me qeveritarët. Kjo është. Kurse vetë, Edi Rama fluturon në Korçë me 30.000 euro udhëtimin. Ka shkuar me 2 helikopterë. Helikopteri Tiranë-Korçë shpenzon 15.000 euro udhëtim. 30.000 euro bilete e tij e mëngjesit. U bëj thirrje qytetarëve të Korçës ta gjuajnë me domate dhe vezë. Kudo që ta shohin. Vezë dhe domate dhe vezë kryej hajdutit. Ky duhet të jetë qëndrimi i qytetarëve shqiptarë në çdo skajk ndaj çdo qeveritari. Po. Zoti Berisha, një tjetër situatë e nxehtë është duke u zhvilluar thuajse në përditshmëri në Shkodër në Baks-Rjoll. Çfarë e pengon Partinë Demokratike për të mbështetur këta banor? Absolutisht nuk e pengon asgjë dhe Partia Demokratike, Osman, qëndron prapa çdo shqiptari që i cenohet e drejta, që i cenohet prona. Asnjë. Asnjë pengesë nuk ka dhe nuk mund të ketë. Prit, jo, deputet tanë kanë qenë aty. Tani, ne, deputet tanë kanë qenë aty. Jo, do më thënë, deputet tanë kanë qenë aty. Në qoftë se ju mendoni se Partia Demokratike do t'jetë pjesë në çdo protestë, kjo besoj se është Partia Demokratike mbështet protestat. Çdo protestë të drejtë. Dhe, të mi gjë këtu, kemi ndërtuar më shumë se kushdo në histori dhe më shumë se kur. Dhe nuk kemi patur absolutisht përveç se në një rast asnjë protest nga pronarët për shpronësimin
e tokave të tyre. Pse? Sepse nuk kemi bërë asnjë hap pa i dëmë shpërblyer ose pa firmosur me ta marrëveshjen me ta që në këtë kohë do marrin parat. Dhe unë jap një shembull, Osman. Rruga e Kombit me gjerësinë e saj 27 metra dhe plus rezerven ka bërë shpronësimet më të mëdha. Dhe prit. Dhe ajo është ndërto dizajn. Do më thënë, bëj dizajnin, ndërtoj, pastaj dizajnin, ndërtoj. Në këtë mënyrë, sepse duhet përfundonte. Çfarë bëm ne? Ne krijuam një ekip ekspertësh kompetent dhe bashkëngjitëm me dizajnin. Me një qëllim të vetëm, që aty ku vija për të marrë tokën, negocioj me pronarin, i ofroj shpërblimi, firmosej kontrata me të, dhe nga rësheni, Gjernë Morin nuk ka patur asnjë protest, sepse nuk ndërtoi pa pas zgjidhur problemin e pronësisë. Atëherë, çfarë duhet të them me këtë? Përgjegjës kryesor për këtë është qeveria, e cila në asnjë rast nuk duhet firmos asnjë leje pa marrë garanci të plot se është zgjidhur dhe pa bërë check-up pa kontrolluar se është zgjidhur plotësisht problemi me pronarët. Në asnjë rast. Kurse qeveria paguhet, merr parat vet dhe lëshon lejet sipas dëshirës. Kjo është ne, qoftë në rjoll, qoftë kudo që të dalin, ne mbështesim plotësisht pronarët. E ligjshëm, ne nuk pranojmë kurrë arbitraritetin ndaj tyre. Dhe ata që përpiqen ta politizojnë, ata mashtrojnë, s'është të vërtet, ne kur s'mund të kemi qëllim tjetër. Jo. Por, falim Në terren nuk shkoni dot. Meqense në terren nuk shkoni dot në përditshmëri, pra për t'i mbështetur, nga selia e Partisë Demokratike, sa deklarata keni bërë? Partia Demokratike mbështet politikisht, të lutem zotëri. Sa deklarata keni bërë? Partia Demokratike mbështet politikisht. Do t'jenë komunitetet ata që do të... Po, përveç se rasteve kur ne ju kemi bërë pyetje që keni folë për këtë temë, pyes Partia Demokratike në sa raste ka dalë në një deklaratë për shtyp, për të dalë në mbështetje ose për të kërkuar një zgjidhje të situatës. Kjo është të paktën e treta herë që unë prononcohem para mediave. Jo, edhe pa pyetje, sepse kemi patur deputetin atje ne. Edhe pa pyetje, kemi patur deputetin atje, përfaqësues tonin, dhe prapë them këtu, kudo dhe në çdo rast, ne qëndrojmë prapa pronarëve të ligjshëm, pronarëve të ligjshëm, e them këtu, e theksoj. Por, dhe zgjidhja, dhe ne fajsojmë qeverinë rreth parë, dhe një them, sepse qeveria nuk do të jap asnjë leje, pa u garantuar plotësisht se komuniteti ka marrë atë që i takon. Kjo është. Ne kemi vepruar në të mënyrë për veten tonë. Ne, rasti i rrugës Kombit, sepse rruga e Kombit u ndërtua në atë formë, siç e dini, kurse tjera e bëjë projekti, shpronsoi njërë nga Alfa dhe në 8 vite 11.300 km rrugë.
qindra shkolla, kopshte, kanalizime, ujësjelsa, të vetmen përplasje që kemi patur, kanë qenë banorë të shkolla teknologjike, të cilve edhe atyre u ofruam sa po paraqiten ankesat, që ishte një problem ligjor, u ofruam zgjidhjen dhe ata ranë plotësisht dakord. S'ke patur? Nuk kemi patur. Kjo që ndodhë nuk duhet kur të ndodhë. Dhe nuk mbrojmë asnjëri. Kur them asnjëri. Në mënyrë absolute. Qëndrimi ynë është ky, të zgjidhet problemi me pronart. Pik. Cili do qoftë dhe kush do që tjetë. Dhuna shtetërore ndaj pronarëve nuk mund të përdoret kur. Se këte e krijon qeveria. Qeveria paguhet dhe bën këtë gjëra këto. Zoti Berisha, ju tha që keni një plan, një ide për protestën e 28 shkurtit që do t'ja paraqisni kryesisë apo këshillit kombëtar për të marrë një vendim dhe më pas media do t'informohen. A varet, le të themi, dhe skenari protestës së 28 shkurtit nga qëndrimi i mazhorancës ditën e sotme për zëvendëskryeministrin Balluku dhe në idenë tuaj, a është përfshirë që qëndresa pa ndalim apo ngujimi një pjesë të zyrtarëve të Partisë Demokratike? Faleminderit për pyetjen. Protestat tona nuk kanë në fokus kryesor Ballukun. Fokus kryesor i protestave tona është kryehajduti i kombit Edi Rama. Balluku është vetëm aksesor i tij. Një aksesor e tij. Është. Por protesta, revolta, kryengritja paqësore është ka në epicentër Edi Ramën për ne. Duhet jemi dhe çdo qytetar duhet ta ketë të qartë. Ai është mater matrix, nëna e nënës të gjitha këtyre aferave që kanë dalë, këtyre gjirizeve që kanë shpërthyer. Pa e dini ju që Akshi është të paktën 3 herë më kriminal, më i rëndë se çdo aferë tjetër. A dini ju se nëse në aferën Balluku janë vjedh taksat e çdo shqiptari, në aferën Rama Balluku, në aferën e Akshit janë vjedh të dhënat personale të çdo shqiptarit. Çdo e dhënë që ka ekzistuar për çdo qytetar shqiptar, në telefonat e tyre, në WhatsApp-et e tyre, në galerit fotografive dhe videove të tyre, në bisedat e tyre, që të gjitha janë plaçkit, pas vendosjes me rastin e bllokimit TikTokut, të atyre dip aparaturave të kërkimit të thellë, gjithçka është kontrolluar nga lindat e Akshit dhe Edi Rama. Nga bota e krimit. E kuptoni ju çdo thotë që organizat kartelet e drogës dhe organizatat kriminale kanë tani në dorë çdo të dhënë. Për çdo qytetar, për çdo kundërshtar, për çdo rival, për çdo politikan, për çdo deputet, për çdo ambasador, për çdo njeri që jeton në Shqipëri. A e ndëgjuat ju zëdhënësin Stanishiq, Baton Stanishiqin, që tha, ambasada tha, ka dërguar vetëm një kabël, imagjinoni pak, imagjinoni gjërë ku shkojnë, vetëm një kabël nga 16 dhjetori,
për Akshin. Kjo është një shkelje flagrante e konventave ndërkombëtare që garantojnë veprimtarinë normale të trupit diplomatik në Shqipëri. Ne kemi denoncuar këtë, me kohë. Akshi është afera me pa shembull në historinë e Europës. Janë vjedhur të dhënat e çdo qytetari shqiptar. Çfarëdo që ka ai, çfarëdo marrëdhënie shoqërore, familjare, të gjitha janë vjedhur. Ndaj dhe nuk bëhet fjalë këtu që ne të kemi objekt. E kemi Lubin, po kryesor është Edi Rama dhe themi sot këtu. Çështja më madhore është Akshi. T'jemi shumë të qartë. Akshi te i kalon çdo lloj krimi. E kupton? Çdo thot të vjedhësh dhënat e çdo shqiptari nga WhatsAppi, nga telefoni, nga kontot bankare. Çdo gjë. Ndaj dhe kryengritja thirret për Edi Ramën si kreu i organizatës kriminale. Atëherë të përshëndes herojt e protestës, denoj me forcën më të madhe, herojt e revoltës, me forcën më të madhe, keqtrajtimin policesk që u bë ndaj të rive, të cilët ishin energjia, guximi dhe fytyra e vërtet e protestës, denoj me forcën më të madhe sulmin ndaj selisë Partisë Demokratike dhe i paralajmëroj Edi Ramën të ndërpres çdo sulm ndaj selisë, sepse përgjigja mund të jetë ajo që nuk ja pret mendja atij. Degët e Partisë Demokratike kanë marrë porosi të bëjnë rikondicion për të gjitha selit e Partisë Demokratike në qarqe dhe rrethe, dhe unë e paralajmëroj dhe një herë, sepse ju e keni pa sulmi në mënyrën më absurde u përqendrua tek Selia. Aty u pozicionuan një grup banditësh me uniformë që qellonin me të gjitha mjetet në drejtim të Selisë dhe të një grupi protestuesish që ishin në rrugë para Selisë. Çfarë përbënin ata? Çfarë kërcënimi përbënin ata që qëndronin para Selisë tyre? Në fakt po sulmoi Selia. Dhe unë përsëri them, po Edi Rama ju garantoj ju që për të shtuar kurrën e tij do donte që t'ja digjnin 5 herë Selin e Partisë Socialiste aty ku është. Por ajo nuk do ndodh kur don ai. Këtë e siguroj. Faleminderit.